Lajrt Vasili dhe Valbona Mbilli kanë diskutuar me njëri tjetrin sa i përket marrëdhënies së tyre. Valbona i ka kërkuar Lajrtit që të ndërpres miqësinë e tij me Rozanën, ndërkohë që aktori ja ka kthyer me të njëjtën monedhë sa i përket miqësisë së saj me Jozin. Kam thënë, unë nuk dua që t'ju shikoj bashkë sepse ndihem xheloze, sepse këtë djalin dua ta njoh, tha Valbona. As unë nuk dua të shoh me Jozin, sepse ndihem xheloz. Po të pash më me Jozin nuk të flas më në shtëpi, ja ktheu Lajrti. Edhe unë po të pash me Rozanën nuk të flas më në shtëpi, i tha Valbona. Unë nuk e kam qift Rozanën. Nuk është single Rozana. E kam shok unë atë djalin, e sqaroi Lajrti. Pse unë e kam qift Jozin? Edhe unë e kam shok Jozin, reagoi Valbona. Po është single dhe shok nuk e ke sepse në prime nuk ishe shok me të. Në të parin që e pam të gjithë bashkë. Nuk e njihje. Tani gënjen apo jo, e pyeti Lajrti. Unë e kam njohur Jozin, thjesht nuk kam reaguar se s'kam dashur të reagoj, tha ajo. Por ai që bie në sy në videon e publikuar në faqen në Instagram të Big Brother VIP është komenti i ish-banorit, Bernardi. O bona s'ka mbetur banor dhe publik që se ka marrë vesh për ty dhe Rozin, komenton Bernardi duke qeshur. Ndërkohë që më pas, ai ka replikuar me ndjekësit duke thënë se Valbona rri gjithë ditën me Jozin dhe bën si xheloze ndaj Lajrtit. Unë për lojën po flas. Bona dhe kushdo tjetër le të jenë me këtë duan mua s'më bën përshtypje. Po ajo çohet në mëngjes vëllozi, në drek vëllozi, në darkë vëllozi. Qam për Lozin sikur ishte në një vaki e tani na bëhet xheloze ndaj Lajrtit, pyet Bernardi.